Mirë, do mbetemi tek kjo çështje të pasqyra e të ardhurave në buxhetin e shtetit, po të shpenzimet po ashtu. Një ditë më parë, ndërkohë janë publikuar dhe dënat sa i takon eksporteve shqiptare për muajin maj, po përgjatë kësaj pjese të parë të vitit duket se ka patur një tendencë për të rritur pas goditjes që pësua në fakt edhe vitin e kaluar për shkak të rënjes së fortë të monedhës europiane, po si po performon ekonomia, si i analizojmë këto tregues kryesor, po themi për ekonominë shqiptare, do të kemë mundësi që të diskutoj këtë çështje me zonjën Romina Radonshiq, eksperte për ekonominë. Mirë se erdhët në Mani Report. Ju përshëndes, besoj jeni njohur tashmë dhe me të ardhurat nga financas, edhe pasqyrën e fundit të bërë, ka një tendencë për të zgjeruar edhe për të mbushur edhe më shumë marka e shtetit, peshën kryesore sigurisht vijon të mbajnë TVSH-ja, apo edhe të ardhurat nga taksat e punës. Janë të pritshme, mund të ishin më të larta, si e analizojmë deri më tani? Janë të pritshme në fakt, duke qenë se edhe vendi, sidomos në këtë vit, pra 2025, po performon më mirë dhe në aspektin e financave personale. Nga ana tjetër kemi, siç thatë dhe ju, pra rritje edhe për shkak të taksës tatimit mbi punë, pra tatimit mbi të ardhurat, që do thotë që me rritjen e deklarimit dhe kjo tregon edhe një performancë të mirë të luftës ndaj informalitetit dhe evazionit fiskal dhe rritja e të ardhurave, pra të hyrave pikërisht nga ky tatim është relativisht i lartë, që është gjë e mirë që tregon që shqiptarët në fakt po ndërgjegjësohen më tepër për të qenë palë, për të luftuar evazionin fiskal dhe informalitetin. Nga ana tjetër, mungesa punonjësve ka bërë që një individ mund të ketë mundësi dhe të punojë në një punë të dytë, e cila i sjell më pas dhe më shumë të ardhura në buxhetin e familjes. Po nga ana tjetër kemi një tendencë duket më të shtrënguar nga ana e shpenzimeve, mund të themi se është ndikuar kjo dhe nga periudha e zgjedhjeve, para ku do duhej që një pjesë e investimeve të ndaloheshin për shkak edhe të fushatës zgjedhore dhe zgjedhjeve të 11 majit? Në fakt është e vërtetë, sepse kjo ishte një gjë e pritshme që vetë qeveria nuk mund ndërmerrte shumë investime pikërisht në këtë fazë. Megjithatë, në 3 muajin e parë kemi parë që kemi patur dhe me bonusin, nëse i flasim pra për financat, drejtuar financave të atij target grupi që ka pas nevojë në fakt për ndihmë, kishin bonusin e pranverës, e cila ndihmoi sadopak pensionistët. Nga ana tjetër, nuk mund të flasim dot për një periudhë ku kemi pasur zgjedhje dhe të mendojmë që shpenzimet do të ishin të larta sepse kufizonte edhe procesi. Gjithsesi, edhe referuar 2024, në fakt kemi pasur një suficit buxhetor që vetë qeveria, duke parë dhe ato grupet në nevojë, pra, është munduar të jetë disi më sociale edhe falë në fakt vretjeve që janë bërë shpesh herë për vendin tonë që duhet të jetë disi më social. Kështu që le të themi që po merren parasysh edhe me vetë reforma që do të bëhen në skemën e pensionit dhe mbrojtjes sociale dhe fakti që jemi në kapitullin 19, me qëllim që vendi ynë, qeveria me anë të politikave sociale të zbusë sadopak nivelin e varfërisë. Meqense jemi te kjo pikë, do ishte udhës që ndoshta këto të ardhura shtesë në buxhetin e shtetit të mund të rishpërndareshin edhe përmes ndryshimeve që bëhen në buxhet. Pak ditë më parë u bën disa ndryshime ku një pjesë e mirë shkuan edhe për garancinë sovrane në mbështetje të bujqësisë. Në fakt, kjo është një vendim i cili duhet përshëndetur, pasi bujqësia ka vërtet është një sektor shumë i rëndësishëm për ekonominë e vendit dhe ka vërtet nevojë jo vetëm për garanci sovrane, por ndoshta edhe për më shumë subvencione, sepse nëse do të zhvillojë bujqësia, shpesh herë përdoret nga shumë individ, nga sociolog, nga ndoshta edhe nga politikanë të opozitës, fjala shpopullim që mua nuk më pëlqen as pak, në fakt, dhe nëse le të themi po e përdor dhe unë në këtë formë që nëse do të zhvillohej më tepër bujqësia, do të kishte më shumë fonde bujqësia, falë edhe kësaj rishpërndarje që do të bëhet me anë të garancive sovrane, do të ndikojë më tepër në reduktimin e emigracionit dhe në ndoshta dhe reduktimin në një farë mase dhe të asaj fjalës që siç thash më parë popullimit. Pra, nuk ka pse një individ, një njerëz apo një profesionist apo një fermer të mbylli fermën, të mbylli aktivitetin apo të mos puncohet në bujqësi, duke qenë se vetë qeveria mund të ofrojë pra mbështetje për bujqësinë dhe ne siç kemi parë që produktet made in Albania në fakt në vendet e Bashkimit Evropian patjetër që kanë një status të veçantë, por nga ana tjetër me zhvillimin e turizmit ne kemi edhe zhvillimin e agroturizmit, që do thotë që
përveç faktit që ne zhvillojmë bujqësinë, ne aktualisht ndihmojmë edhe turizmin që promovohet pra produktet shqiptare, po nga ana tjetër me zhvillimin e bujqësisë mund të rrisim akoma më tepër, mund të rrisim dhe eksportet shqiptare, duke ndryshuar kështu dhe diferencat midis deficiteve që ndodhen në bilancin tregtar. Me qënë se jemi tek kjo pikë, tek eksportet, do doja të ndalëshim në fakt, për gjatë vitit të kaluar pan një goditje të fortë, pikërisht për shkak të oscilacioneve të kursit të këmbimit, më të prekur rezultuan të jenë edhe industria fasone, prekur drejt për drejt për shkak edhe të pagesave që kryen në monedën europiane. Një tendencë që duket se po kalohet, sepse kam parë një rritje të lehtë për gjatë pjesës së parë të këtij viti. Është një sinjal që po shkojnë eksportet shqiptare drejt rimëkëmbjes, si mund ta lexojmë? Në rast të parë unë shoh si një mësim faktikisht për eksportuesit shqiptar, madje ato besoj se janë më tepër të informuar tashmë për kursin e këmbimit, se si të ulin riskun e kursit të këmbimit, se si të ulin riskun dhe të inflacionit të lëndëve të para e gjëra të tilla. Që do thotë që me këtë problematikë që ishte një sfidë vërtet dhe vetë eksportuesit morën një eksperiencë në politikbërjen e bizneseve të tyre, se si të menaxhojnë riskun, gjë që le themi dhe i ka munguar në të shkuarën. Dhe aktualisht unë mendoj që fakti, sepse ne shohim që euro përsërish në rënje, nuk është se ka psuar ndonjë ringritje të madhe sa të themi që kjo ka është stabilizuar moneda euro kundrejt monedës lek, që këto eksportues janë rimëkëmbur. Jo. Fakti që është e njëjta situatë dhe po shohim që kemi një rritje të eksporteve, do të thotë që eksportuesit kanë mësuar se si të menaxhojnë riskun, kanë parë, domethënë, mënyra të tjera alternativa për të ulur, le themi, nëse kemi kosto të lartë për shkak të kursit të këmbimit, kanë parë strategji të tjera për të, le themi, ulur këtë kosto, duke gjetur tregje të reja të lëndëve të para, duke gjetur mënyra dhe tregje të reja për të bërë biznese të tjerë. Megjithatë, e rëndësishme është që sepse risku më i madh që vetë eksportuesit thonin në fakt ishte që ne në këtë mënyrë do të humbim konkurrueshmërinë në tregjet ndërkombëtare aty ku shesim dhe shohim që ja dolën, tregjet nuk i humbën, për më tepër po shohin rritje, që është një sinjal shumë pozitiv dhe tregon një periudhë të stabilizuar, pra duket sikur kemi arritur në një lloj ekuilibri për këto eksportues dhe tashmë dhe eksportuesit e kanë më të lehtë për të bërë planifikimet e tyre afat shkurtra apo ndoshta edhe afat mesme për të qenë përsëri konkurrues në treg dhe pse jo dhe për të zgjeruar tregun dhe për të rritur eksportet, pra produktet shqiptare në vendet e Bashkimit Evropian më tutje dhe për të ndikuar pozitivisht dhe në bilancin tregtar. Në fakt, bilanci tregtar e ndihmon shumë edhe eksporti i shërbimeve, pra i turizmit, që është një eksport shërbimesh dhe ndikon pozitivisht. Nga ana tjetër, turizmi ndikon pozitivisht dhe në bilancin tregtar, por nga ana tjetër ndikon pozitivisht edhe pse krijon dhe gjeneron të ardhura për destinacione turistike dhe pse jo dhe të hyra publike, pra nga rritja e marzheve të fitimit të bizneseve apo dhe rritja e pagave. Ne duhet ta themi që në turizëm, siç në fakt kishte ndodhur në 3 mujorin e parë të këtij viti, edhe sipas Instat, nga shifrat e publikuara. Po, është vërtet, dhe ka një, edhe për shkak, pra, ne pam aty që kishim një rritje të TVSH-s. Rritja e TVSH-s nuk kupton pra rritjen e fuqisë blerëse. Rritja e fuqisë blerëse vjen dhe nga vendasit, por nga ana tjetër ndikohet edhe nuk mund të them që ndikohet 100%, po ndoshta 20 deri në 30% ndikohet edhe nga rritja e turizmit. Pa, rritja e turizmit, që më pas në këto atraksione turistike mund të ketë ndikuar dhe një rritje të lehtë çmimesh, po nga ana tjetër mund të themi që ekonomia shqiptare, ashtu siç pritet në fakt në 2025 po performon mirë, nuk mund të themi që kemi një rritje aq të madhe, por është një ekonomi e këtij viti, është një ekonomi e qëndrueshme dhe është e qëndrueshme, që do thotë që ne do të jemi shumë pranë asaj rritje ekonomike që kemi planifikuar dhe turizmi përsëri bashkë me turizmin është dhe sektori i ndërtimit dhe kur themi pse është bashkë me turizmin, sepse shumë struktura akomoduese për shkak të zgjerimit, për shkak të pra pjesë më të madhe e bëjnë në turizëm, që do thotë dhe automatikisht sektori i ndërtimit rritet, krijon kushte për dhe paga më të larta në sektorin e ndërtimit, por performon mirë dhe sektori i ndërtimit.
Pra një efekt zinxhir. A është i domosdoshëm diversifikimi i eksporteve shqiptare për t'i bërë ato më konkurruesa? Po patjetër është shumë e rëndësishme në fakt diversifikimi i eksporteve shqiptare për qenë dhe më konkurrues në treg, për pasur dhe alternativa për në momente goditje të shikohen tregjet më përshtatshme. Ndjes, është shumë e rëndësishme në fakt që vetë investitorët shqiptarë të kuptojnë që duhet të investojnë në Shqipëri, s'pari, dhe nga ana tjetër duhet të njohin tregun. Dhe pasi të njohin tregun e brendshëm, duhet të kuptojnë dhe se çfarë ka nevojë tregu i jashtëm, me qëllim që më pas produktet e tyre mund edhe të eksportojnë dhe të gjejnë tregje dhe të zgjerohen dhe në tregje ndërkombëtare. Edhe një koment të fundit do doja, partner tregtar kryesorëve jonë të mbetet Italia, Greqia, Kosova, po ashtu pse kemi kaq vështirë të deportojmë në tregjet e reja? Në fakt janë tregjet le themi tradicionale, për faktin se të deportosh në tregjet e reja duhet patjetër që të ofrosh dhe çmime më konkurruese dhe ndoshta patjetër që dhe çmime më konkurruese, por nga ana tjetër ti je edhe më konkurrues dhe në cilësi, kështu që për sa kohë ne jemi një ekonomi e vogël dhe investimet nuk i kemi aq të larta, pra shohim që kemi një varësi tepër të madhe nga importi dhe shumë pak nga eksporti, atëherë do duhet që kompanitë shqiptare të investojnë shumë edhe në inovacion, patjetër edhe në forma apo në teknologji, në modernizim, sidomos bujqësia, me qëllim që të ulin koston e prodhimit e më pas të jenë me çmime më konkurruese dhe të deportojmë në tregjet e tjera përveç tregjeve besnike, le të themi. Tradicionale. Zonja Radon Shiqi, ju falenderoj shumë që ishit sot me mua në Mani Report. Faleminderit shumë.